13 qendra shëndetësore verore fillojnë nga puna në qarkun e Vlorës. Ato do të jenë tashmë në shërbim të pushuesve vendas, turistëve të huaj, por edhe banorëve të zonës, duke ofruar ndihmë mjekësore dhe emergjente në momentet e para. Mjekja e përgjithshme e qendrës shëndetësore Plazhi i Vjetër, Enxhi Nako, tregon se ato janë hapur më 1 qershor dhe janë në gatishmëri të qytetarëve dhe pushuesve 24 orë, teksa në shërbim të gjithë pacientëve, sipas saj, janë 3 mjekë dhe 3 infermier. Qendrat shëndetësore janë hapur në datën 1 qershor dhe do të vijojnë të hapura deri në datën 30 shtator për gjatë gjithë kohëzgjatjes së sezonit turistik. Qendrat funksionojnë të hapura 24 orë dhe në shërbim të gjithë pacientëve janë 3 mjekë dhe 3 infermier. Mjekja Nako thosë se shërbimet mjekësore që ofrohen janë ato të situatave akute, mjekime plagësh, matje tensioni, matje glisemie. Në to jepen ndihmë mjekësore, sipas mjekes Nako, edhe për arrestet kardiake apo gjendjen e shokut, deri në mbritjen e një stafi të specializuar nga Spitali i Vlorës. Shërbimet që ofrojnë ne janë shërbime të situatave akute, që mund të jenë mjekim plagësh, mund të jenë matje tensioni, edhe matje glicemie, gjëra të lehta, po edhe të gjërat më të rënda që mund të jenë arrestet edhe shoku anafilaktik, që janë situata që duhen menaxhuar derisa të vijë një staf më i specializuar. Mjekja Enxhi Nako tregon se në këto ditë të para, pas vendosjes së tyre në funksion, ka patur interes nga turistët e huaj për të marrë shërbim mjekësor. Sipas Enxhi Nakos, qendra do të ofrojnë shërbim mjekësor edhe tek banorët e zonës. Po, ka patur, më tepër ka pasur turistë të huaj që jetojnë afër dhe kanë filluar ata të bëjnë plazhin të sezonit turistik, domethënë, dhe po ka pas edhe banorë të zonës, të cilët kanë ardhur për shqetësime të tyre të vogla, më tepër matje tensioni dhe glicemie, këto gjëra të lehta. Pra ju e prek edhe pak vetë edhe banor, pra ju. Po. Dhe për banorët edhe për turistët. Qendra është e hapur 24 orë, gjithë janë të mirëpritur për çdo shqetësim. Në fund, mjekja ka një mesazh për të gjithë ata të cilët kanë dyshime, duke i kërkuar që në çdo rast nevoje të paraqiten në qendrat verore, pasi ato kanë bazën e duhur materiale, por edhe stafin e kualifikuar për t'ju ardhur në ndihmë. Nuk kanë asnjë arsye për të qenë skeptik, qendra është e pasur me të gjitha medikamentet, të gjitha mjetet e nevojshme, janë të mirëpritur për çfarëdo lloj shqetësimi që mund të kenë të vinë në qendrën tonë. 4 prej qendrave shëndetësore janë në Bashkinë e Vlorës, të vendosura në Plazhin e Vjetër, në Zvërnez, Radhim dhe Orikum, ndërsa në territorin e Bashkisë Imar janë 7 qendra shëndetësore verore, në Palas, Drimadh, Dhërmi, Jal, Imar, Qeparo dhe Borsh, ndërsa 2 qendra shëndetësore janë të vendosura në fshatin turistik të Ksamilit në Bashkinë Sarand.